paçka se origjina ime është greke, por unë Shqipërinë kam shtëpinë time, se këtu linda u rrita. Origjina greke si është? Nga të dy prindrit, janë dropullit. E ju një dropullite? Po, janë dropullite, mami nga Vanista, ndërsa babi nga Goranzia. Vanistër është Kalimera, më duket të Vanistër? Po, është Kalimera. Unë nuk do të mos talë në kohët e atër është me thuesh Paris i vogël, Vanista, se ishte shumë bukur. Shumë bukur është prapë. Po. Dhe tani që isha që kalova, ndalova sigurisht, dhe me vete në Athinë nuk kisha mbërstirat e Olgës. E ka Olga, po, edhe Olgën e kam patriote, kur i themi, dhe jemi rritur bashkë me Olgën. Sa gjëra të mira i keni sjell Shqipëris ju tropullitët. Shumë faleminderit. I keni mësuar punën, jo se shqiptarët nuk janë punëtor, po dropullitët janë shumë më tepër punëtor, dhe duhet ta pranojmë këtë. Faleminderit për këtë. Zakone shumë të mira, edhe besimet fetar, patjetër, ajo qëndrueshmëria te besimi, se ne besojmë, pastaj besojmë e bëjmë shumë ne kemi pasur gjithmonë të qëndrueshme. E kemi pasur. Mami dhe babi kanë ardhur shumë herët në Elbasan, që në 54, dhe kështu që unë jam lindur e jam rritur në Elbasan, fakt, kështu që prandaj edhe ajo shqipja ime është e Shqipërisë së mesme. Po. Si ishte Elbasani kur je minoritare, apo nuk e kishte problem, në më thënë? Më të qoni, t'ja them pak atë historinë, sepse prindrit që kam dhe i them mama e baba, jam prindrit që më rritan. Kam dy prindërit e tjerë biologjik, do me thëmë babaj biologjik, Thoma quhet dhe Niqi, ashtu i flas gjithmonë në emër. Unë jam fëmija i parë, është një histori e bukur. Pastaj kam dy vëllezër të tjerë, mbas meje. Por kur erdhën nga Dropulli, mami dhe babi atëherë, mami dhe babi them Spiron dhe Fereniqi, Tika e trisnin në Elbasan. Kishin ardhur sa po martuan, erdhën në Elbasan në 1954 dhe jetuan në Kala. Te lagje e bukur e Elbasanit. Po, në lagjen e bukur të Elbasanit. Ati ku ka jetuar shumë prej njerëzve që ndryshuan Shqipërinë. Edhe tek shtëpia e Petor Topuzit, e them sepse djali i tij ka qenë në estradën e Elbasanit, edhe është Dimitor Topuzi, edhe Fatbardha shoqja e tij. Unë linda atje, sepse babi me mamin, mami solli vllajën e saj, Thomajin, babajin tim biologjik, do me thënë më rriti halla, një farë mënyrë, dhe babaj punonte tek restoran Parku, atëre krye kamarjer, Spiro Lekën. E ka respekt gjithë Elbasani, e njohin të gjithë, pastaj ishte tek turizmi vjetër, dhe është një nga ato figurat e qytetit që mbahen mend dhe i kujtojnë gjithë i thrisnin gjithë Barbaspiro, se e keni parasysh që ato flisnin, e kishin ato dialektin e Dropullit, edhe dukeshin gjithmonë që ishin me origjinë greke. Dhe Thomai u njoh me Niqin dhe linda unë me 4 prindër, si të themi, në shtëpi në Kala. Dhe kur mbas 3 vjetësh kur mamaja, kur Niqi ngeli përsëri shtatzon që do lindte vllai, unë s'doja t'ikja, isha 3 vjeç, dhe kështu spontanisht u bajo, nuk u bë, do me thonë ishte e programatizuar, por ndodhi kështu që nuk doja t'ikja, ato shkuan në një shtëpi tjetër sa të rritesh një çik vllai, dhe unë dita me mamin dhe babin, që më rritën. Do me thënë, nuk është se u bë në i shkëmbim. Jo, asgjë, se nuk mund, ato nuk mund, po kishte bërë mamaja, kishte 2 aborte dhe nuk mund të bënte. Dhe ti the, unë dori këtu? Unë dori këtu, ju shkoni, merrni dhe bebushin. Aha, se isha dhe xheloze që po vinte. Po si janë ato bebet. Bile që ta kujtoj, se atëherë kishim ato kukullat që hapnin mbyllnin sy dhe bënin ua. Kështu që kishin sillur bashkë me bebin edhe një kukull për mua që
Jo, thë ikni. Po, prandaj. Dhe kështu por babi nga që donte gjithmonë që mos shkëputeshim, se dhe unë isha e vogël, kisha prindrit e mi, tek pallati 60 tek pedagogjika morën kur u ndërtua pallati përfundoi morën 2 hyrje. Kështu që ne jemi rritur gjithmonë bashkë si një. Kur u rrita se Shqipëria kishte edhe ato të mirën që nuk fëmijët në rast se do të merrnin emrin e prindërve që i rritën, duhet kalonin nëpërmjet gjyqit, të ishin të rritur dhe me vetëdije të plotë të bënin diçka të tillë. E po me vetëdije. Kështu që kalimin me gjyqit e familjarë. Por jemi rritur gjithmonë bashkë, jemi bashkë. Sa mirë, kështu që ti ke pasur 4 prindër. 4, po. Jam një çike llastuar. Je shumë llastuar, çfarë ke? Prindrit Por kam jetojnë? lindur, prindrit biologjikët jetojnë se janë më të rinj, ndërsa maman dhe baban i kam humbur, por ikën kështu në këmbë, siç thonin, mamaja ishte rroba qepse tek rroba qepsia e Elbasanit dhe ajo i qepte për të gjithë, atje kishte gjithë lagja. I thriste Nën Tereza. Nën Tereza. Tetatikës. Njohin kush më dëgjon nga Elbasani, i ka me shumë adhurim mamin dhe babin. Babi ishte tek turizmi vjetër, pastaj për vite të tëra, jam krenar për prindrit e mi, se më kanë rritur me shumë dashuri dhe besoj që ajo fëmiria ndikon në gjithë jetën tonë pasardhëse. Po. Pasi dyshim. Edhe prindër biologjik i kam në Athinë, janë me vëllezërit atje. Jemi bashkë gjithmonë, por unë gjithmonë i kam thirrur në emër se s'doja të ndikonte ajo që të ndjeshin. Po, kush është mami, kush është me emër. Dhe ato, shumë mirë. Do me thënë kemi pasur një jetë, si ta them unë, me plot vetëdije që po shumë e bukur kjo. Prandaj doja ta thoja një. Shumë e bukur që e the. Bëre shumë mirë që e the, ne kemi hyrë në këtë fazën që i themi të gjitha. Po, prandaj. Se deri tani kemi folur pa treguar, është tjetër gjë të flasësh, tjetër gjë të tregosh. Ne tani tregojmë këtu në Shqip. Është tjetër fazë komplet. Kështu që duhet të regjistroheni në Shqip, sepse kemi ardhur në fazën e të tregimit së sa gjërave që si kemi thënë që kemi brenda vetës, që duam t'i themi se. Çfarë presim ende, që mos tregojmë. Prandaj do unë vi vet tani, filloj vi vet në diasporë që t'u njoh edhe t'u nxis të flasim. Ndihesh shumë kur flet. Falenderoj nga zemra. E kisha kënaqësi doja një herë këtë historinë time se e kam shumë të bukur dhe gjithmonë them sa herë më pyesin, them që në vitet që kam jetuar unë në Shqipëri, brezi ynë, kam jetuar një jetë shumë të lumtur. Bile doja, edhe sikur të lindesha përsëri, kisha gjithë ato rrugësinë, siç e bëra në Shqipëri. Sepse edhe nga familja kisha gjithë të mirat, si të themi. Edhe bile atje në Greqi kemi një supermarket që thot Alfavita Vasilopoulos edhe qumshti i Zogut, thot. Edhe unë i them gjithmonë atyre që unë gjithmonë i kam pasur këto. Si që thoni me këtë shprehje. I kam pasur në Shqipëri. Pastaj shkollat, mësuesit tanë. Qumë është blete, i thoshim në Qumë, Jo, apo e kam gabimon. Qumëshi... Nejse. Se ti ishte një pra, qumë dalë ndyshe. Po, qumë është dalë ndyshe. Edhe kështu, e thoja që unë gjithmonë kam pasur gjithë të mirat, se ishte ajo që pse erdhe ti në Greqi? Pse erdhe ti? Pse vajta? Pse vajta? Se u dashurova. Edhe mirë të them, në shkollën 8 vjeç, shkollën fillore kam bërë tek pedagogjikja e Elbasanit. Pastaj shkollën e 8 vjeçare tek Xhafer Kongoli, se isha aty afër pallatit tim, të gjitha. Gjimnazin, jam e lumtur që e kam bërë tek Daskal Todri, një nga gjimnazet më të mira, dhe mund të them që në vitin e fundit të gjimnazit, në Olimpiadën e matematikës kombëtare, se jam dhe unë një ndër fituesit, fituam të gjithë që ishim vendet e para nga shkolla Daskal Todri. Dhe kam me shumë, me shumë dashur gjithë mësuesit e mi. Kam bas në matematikë Zoja Bozgon, se ka me pasion matematikën. E kemi një qikë që nga gjyshi i prindërve, do me thënë i babajt biologjik dhe i mamas që më rriti, ka qënë në Zosimea, në Janin, matematicien. Edhe, nuk e di, e kemi ato një qikë me matematikën dhe unë shumë dashuri me matematikën, tek gjithë olimpiadat, knajsi pastaj, kërkova të studioj matematikën,
sigurisht nga që ishim fituesit, ajo nuk ishte nevojë të prisnim bursën kur do dilnim përfundimet e gushtit, se direkt neve mund të shkonim në Tiranë të studionim matematik. Por unë dhe atje, nga që i doja shumë mamin dhe babin, s'doja t'i lija vetëm, edhe futa si mikur, i thonë Tria në Elbasan. Kështu që kam mbaruar Institutin e Lartë Pedagogjik të Elbasanit. Dhe atje, respekt për të gjithë pedagogët, unë jam mirënjohëse se një merit të madhe në edukimin dhe formimin tim dhe të gjithë nxënësve dhe studentëve që kanë qenë atëherë e kanë edhe ato mësues. Me shumë respekt e them, me shumë dashuri. Dashuri pastaj me kërat? Pastaj, jo. Në mbarova matematikën, dhe atë mbarova me shumë notat e larta, por ishte e mbarova 89-ën, dhe sa po kishte filluar një çik në Shqipëri, unë u emërova në Kaja, në shkollën e mesme të Kajanit, dhe ishim të gjithë brezi im, nga që ishte fillimi i shkollës, sa ishte ndërtuar, të gjithë mësuesit ishim të rinj nga Elbasani. Dhe na merrte autobusi çdo mëngjes, edhe na çonte në qendrën aty të Belshit. Ku është Kajani? Kajani është në zonën e Belshit. Një zonë shumë e bukur. Që atëherë, me ato kodrat, me ato liqenet, shumë bukur, edhe në autobusu njofta me mësuese dhe ajnë për ishte nga Cerriku, banonin Cerrik, se me origin janë nga Korça, dhe u njoftëm në autobus, duke shkuar. Dhe pastaj e le mamin dhe babin. Pastaj prit, se i lash mamin e babin, ajo dashuria i sill gjërat ndryshe, i lash. Në 91-shin, 2 vjet kam qenë mësuese. Edhe nga si mësuese në fshat kam kujtimet më të bukura, shumë të dashur njerëzit me neve, të respektueshëm. Ato nxënësit vinin, ato vajzat vinin çdo mëngjes me një tufë me lule, dhe më mbushesh ajo zemra mal. Por në 91-shin filluan pak në fakt ato ndryshimet, se po na çonin nga autobusi, pastaj me kamion një çik nga fundi i 91-shit i shkollës, se në qershor ndalonte shkolla. Po edhe sa ishim njohur me Gencin, se tashti quhet edhe Konstantin, u njohëm në autobus, shkonim bashkë në shkollë dhe ktheheshim, u fejuam, dhe e ke parasysh se janë djemt, ti me greqishten, me gjithë këto gjërat, gjithë ikin, pse ne të rrim këtu? Ikim greqi. I thoja unë, po pse në gjithë mirat i kemi këtu, pse mos rrim? Nese, kisha njerëzit e mamasa, mos dhe mamaja sa ishte kthyer se kishte shkuar me vizë turistike, tek kam pas motrën e gjyshes në Greqi, në Athinë, që kur u mbyllën kufit, kishte ndejtur andej dhe nuk ishin takuar. Kështu që ishin po. Dhe mami sa i bën, kur i nxorën vizën ato, dhe shkoi ndeti atje, dhe bile kam sill kështu, se i thash, hajde se unë fejohem, hajde. Mama, dhe kush ishte ai, tha që të bërit të thuash po. Tash do ta njohësh kur të vish. Kështu që erdhëm në 91-shin, shkuam në Greqi në 6 gusht, si për pushime verore. Se kisha njerëzit e mamas, atje të gjithë, edhe erdhëm, s'kishim viza mos, por unë greqishtën e kam ditë se e kam folë qibebe. I kam mësuar të dëgjuat, po se mami dhe babi flisnin greqisht në shtëpi. Në shtëpi flisnin greqisht? Po, gjithmonë, kam folur greqisht gjithë jetën. Edhe unë çdo verë shkoja në fshat tek gjyshja në Dropull, dhe 3 muajt e verës, për shembull, i kisha atje, se atje vetëm greqisht flisnin. Kështu që e dija shumë mirë greqishten, dhe kaluam te kufiri, dhe kaluam kështu, s'kishim viza, se thoja që nuk do... pse të unë me origin greke jam, pse të më duhet një vizë edhe ajo, por ato pasaportat tona atëherë shkruanin arsimtar dhe ato i njihnin Shqipen. Unë shkova atje, hyra dhe nuk e di, është ndonjëherë është ajo rruga e hapur, sepse duke thënë unë që do shkoj në Janin për pushime verore si arsimtar, do kthehemi. Qëlloj që ai e njihte kushuririn tim, edhe në la, tha, okej, tha, se jeni, do me thënë jeni të 2 arsimtar,
Okej, derisa po shkoni, hajdeni, edhe kështu, rruga dritë kur i thon, erdhëm, pastaj erdhëm në Athinë, dhe aty përsëri tek njerëzit e mamas, me krah hapur, me shtëpi, ishin, ishin krenar për neve, se gëzohesh dhe ai, se thoshte shife nga Shqipëria që kanë ardhur, që i kam të dy të shkolluar, Gencis fliste atëherë, fliste anglisht edhe italisht. Se shqyqur zotit neve edhe anglishtën perfekte në shkollë, edhe pastaj mësonim italishtën nga televizori, kështu që edhe gjuhët e huaj e dinim, komunikonte me to dhe jeta shqyqur zotit.